Me një atmosferë festive dhe ngjyra të shumta të traditave shqiptare, Komuna e Çajirit sot ka hapur edicionin më të ri të manifestimit tradicional Vera Kulturore e Çajirit 2026. Sheshi Skënderbeu u mbush me qytetar, fëmijë dhe mysafir, ku programi filloi simbolikisht në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, duke sjellë performanca të bukura nga grupet e ndryshëm të ansambleve të vendit. Të veshur me kostume kombëtare dhe të shoqëruar nga tingujt e këngëve tradicionale, fëmijët interpretuan valle popullore që pasqyruan pasurinë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtin e ruajtjes së traditave. Përfaqësuesja e valltarëve të ansamblit Emin Duraku, Arjeta Avdi, theksoi se ky manifestim do të mbahet nga 1 deri në 3 qershor, ku grupe të ndryshëm do të performojnë edhe për 2 ditët e ardhshme. Jam edhe unë valltare në ansamblin Emin Duraku. Sot jam si përfaqësuese e grupeve të fëmijëve që do të përfaqësojnë për 1 qershorin, dita e fëmijëve. Ky manifestim do të mbahet prej 1 deri në 3 qershor. Do të mbahet te sheshi Skënderbeu. Prej këtu mblidhemi të gjithë grupet që janë caktuar për ditën e sotmit. Domethënë ka edhe grupe të tjera që do të përfaqësojnë nesër edhe pas nesër. Sot me grupin ton, atje te sheshi kur të shkojmë, do të përfaqësojnë disa valle tona. Gjatë 3 ditëve të manifestimit, qytetarët do të kenë mundësi të ndjekin paraqitje artistike, këngë, valle, recitime, dramatizime dhe ekspozita me punime artistike të nxënësve, duke shndërruar Çajirin në një hapësirë të gjallë të kreativitetit, kulturës dhe talentit. Gjithashtu, ky manifestim synon të promovojë kulturën, artin, traditën dhe vlerat qytetare përmes këtyre aktiviteteve.